Pastaj duaja pas ngrënies së ushqimit. Autori këtu I ka sjell dy dua, dy lutje pas ngrënies së ushqimit. E para është elhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Falëndrimi ose lavdi I takon Allahut azza wa jalla, I cili më ushqej dhe më furnizoi me këtë ushqim pa asnjë mundësi ose manovrim nga unë dhe as pak me fuqinë time. Kjo është duaja që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që e ka kryer ushqimin dhe kjo është duaja që e thot secili vet. Edhe duaja tjetër që vjen është e njëjta, secili vet pa e bëu domthon pa u mjaftuar me dikant që lutet për atë ushqim. Edhe nëse lutet secili lutet vetë. Dhe thot këtë dua. Falënderimi I takon Zotit I cili më ka mundsuar që ta ha këtë ushqim dhe më ka pru si furnizim, si risk, pa pas unë mundësi dhe pa pas fuqi. Dikush mund të thonë, po, këtë ushqim e ka pru dikush për njerëzve. Edhe na e kena pru, e kena sjellë në sofër. Mund të ke sjellë ta përmes fuqisë që e ki, lëvizjeve tua që e ki. Po këtu pejgamberi sa e kthen meselën në bazë, në sens. Ushqimi që e marrim na në sens është dhunti pe Zotit. Pe shiu ti, pe tokës ti, pe diellit ti. Kur gjan nuk ka mundësi me dal vetvetijo. Pa ardhur prej Allahut. Kurse ti je ai që e bën vetëm punën. Andaj kjo në rend parë, nëse Zoti s'ta ka mundësu me ta përgatit gjendjen, me ta përgatit terrenin, ti s'mund të bëj kur gjë. Pavarësisht çka mendon që ki forcë ose fuqi. Shkon poshtë e punë. Edhe e dyta, edhe që ta ka dhënë mundësinë që ti me lëviz dhe me lypën rrezikun halal. Rrezikun e mirë që pastaj me torti kjo ushqim. Dhe kjo është vllazni në ushqim I cili është ushqimi, I cili është komponenti kryesor që e mban trupin. Me falëndëru Allahun edhe me tregu varfrinë tonë ndaj Tij. Dhe puna ushqimit nuk është punë e thjeshtë, ani pse të na u bë punë e thjeshtë. Allahu kur I ka përmend dy dhunti që ka dhënë banorët Mekës, çka ka thonë? Amanahum wa amanahum min khawf wa amanahum min ju'. Dy sana. Do I ka siguru pe frikës. Alladhi amanahum min ç'është ajeti? At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. I ka ushqy përmes tregtisë. Edhe nuk I ka lënën me turitër dhe I ka siguru nga frika. Dy dhunti të mëdha. E na për shkak bollokit madh që kena nuk e di më dhuntinë e ushqimit. Se me di dhuntinë e ushqimit, veç për tham si supozim, me dhonën buk veç në 2 ditë një herë, sa herë ta buk kemi falendëruar Allah, me thonë që s'kena mundësi më shumë. Jo s'po tham një javë, çdo 2 ditë me hongër ka një herë. Me thonë që s'kena bereqet më shumë, veç që ka s'kena mundësi më shumë me hongër. Sa herë ta haj qatë buk kemi falendëruar Zotin që ta ka dhënë këtë bereqet. Amo kur të kesh bollok katë sillësh, edhe nuk ja din qoshin që shtë keni hosh të ke s'kan ditë sotit fukara. Se të ke fukara është ai që s'ka me hongër. Ai fukara është terminologji që përdoret si cilën kohë, që është përdoret për njerëzve, do të thonë ka fukara, po ai do ke me kallëzu që çat shumë të mira që na ka dhënë Zoti në ushqim, që në realitet s'ka njëri të varfër. Se I varfër është ai që sunexhon ushqimin, ka fshatën sunexhon. Dhe kjo është për dhuntive të Zotit që njerëzit nuk e shtin në kokë. Pastaj duaja e dytë është elhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayri makfiyin wala mud'in wala mustaghnin anhu rabbana. Çka dua është pak interesant. Shumë ka muhabet të dietarë rreth kësaj duaje dhe rreth sharimit që janë përdorur këtu shprehje, por unë ju mundu shkurtimisht me përmbledh dhe inshallah domthon po mundona shkurtimisht me përmbledh kuptimin e kësaj duaje. Fillimi dhe fundi është I qartë, kurse një shprehje këtu është ajo që ju ka bërë shumë problem dietarëve dhe kanë diskutuar shumë. Falëndrimi takon Zotit me falënderim të shumt, të mirë, të bereqetshëm, që e meriton Allahu azza wa jall për këtë ushqim që po e hajm. Gajre mekfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnin anhu rabbana. Çka fjala gajre mekfiyin është ajo shprehja që dietarët kanë diskutuar rreth saj. Përkthyesi këtu e ka përkthy
këto lavdi nuk mjaftojnë për të i bërë lavdi si duhet Allahut. Këto lavdi nuk mjaftojnë për të i bërë lavdi si duhet Allahut. Kjo është komentimi i tretë i dietarëve rreth kësaj shprehje. Që do me thonë, o Zot, po të falenderojmë na, po të lavdrojmë, po na e dim që edhe që të falenderime është lavdrime nuk mjaftojnë. Po që të shqim që po na jep, po të falenderojmë, po të lavdrojmë, po e dim që edhe që ky falenderimi jonë është i mangët, nuk është i plot. Dhe kjo është njëra prej kuptimeve të kësaj lutje. Kuptimi i dytë është se o Zot, po të falenderojmë, po të madhrojmë, po ti nuk ki nevojë për falenderimin dhe lavdrimin tonë. Dhe kjo është mënyra, forma e madhrimit Zotit që e ka përdorur pejgamberi sa shumë dua. Që Zoti është i pavarur edhe është nuk ka nevojë Zoti për lavdrimin e njerëzve, për falenderimin e tyre. Këta ka përdorur pejgamberi sa shpesh për me kallëzue robrinë e tij ndaj Allahut. Që unë jam rob, në fundit unë jam rob. Munona, unë nuk ka mundësi me bëu diçka që muj me mri atë që Zoti me thonën e kum falendëruar, ja kum dhënë hakin. Unë kjo është kuptimi i dytë. Kuptimi i tretë është se o Zot, po të falenderojmë për këtë ushqim që ti na ke dhënë, ti na ke mundsu, edhe na e dim që e mira e këtij ushqimit është është aq e madhe, aq madhështore, saqë na sado që mundohemi me numëru këtë, nuk kena mundësi me mri. Nuk kena mundësi me mri të mirën e ushqimit. Jo tash falenderimi ke i pari. Mos domon vetëm mi pas qarta. E para ke që të falenderojmë që të falenderimin tonë na s'muj me mri. S'muj me bo ball. E dyta, o Zot, po të falenderojmë, po ti s'ki nevojë me falenderu. Nuk ki nevojë për rob të tu. Domthon, kjo është formë madhrimi ndaj Zotit. Kurse e treta, ose kuptimi i tretë është se, o Zot, këtë ushqim që na ke dhënë, na me të falenderu, prap se prap, vetë ushqimi është ai që është aq i bereqetshëm që na smujmë që ti ushqimi mi dal hakës, jo diçka më shumë. Dhe këtë dietarë sillen rreth, domethënë rreth këtyre kuptimeve. Tani e diskutojnë edhe zhenohen si cilin kuptimin ose në përzgjedhjen e vet që e ka, pastaj zhenohet edhe shara. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, që është përmendim në Kaimi. Thotë për këtë dua, thotë Ibn Taymija më ka thonë një fjalë. Thotë pe përmeni me kuptim, s'u ka marrë me. Thotë pe përmeni me kuptim. Thotë Ibn Taymija rahimahullah, thotë robi njeriu e veçohet me 3 gjëra që njeri që të ban mirësi i ka 3 gjëra. Veçohet me 3 gjëra. Njeri që të ban mirësi, që të ban ndaj të mirë, që thojmë të na, i ka 3 gjëra. E para, ki mundësi mi ja kthy. Se është njeri, ta ka boni të mirë, ti ja kthen sikur ai ose edhe më shumë se ai. E dyta, mirësia e tij s'ka mundësi me qenë e vazhdueshme. S'ka shans me qenë e vazhdueshme. Ka mund ndërprej. Des ai, des ti edhe përfundon, nëse shkojmë maksimum sa ka mundësi me qenë e vazhdueshme. Domthonë, sa ke qenë gjallë ti, hajde po tham, të ka zgat ajo mirësia e tij, pastaj ndërpritet. Edhe e treta, ku dush njeri sipërfaqen e tokës, ka mundësi me qenë i pavarur nga tjetri. Na është je fukaraja më i madh. Fukaraja më i madh je. Edhe ki mundësi më konën i pavarur ndaj pasonikit më të madh që të ka marrë ty. Ne vetë kemi thonë, hey, a di çka? Çat pasuri që ma ke dhënë shko me gjithë ta ku dush, po ta kthej ndeshja ata që ma ke dhënë. Se s'mani, nuk kam nevojë për ty. Se nuk ka mundësi njeri më konë rob i dikuj absolutikisht në çdo anë. Ka mundësi më bëu rob ndaj dikujt në rrethana të caktuara, po jo në çdo anë. E të trija që to nuk shkojnë, nuk vinë përputhje me Allahun azza wa jall. Domthonë e para e cekëm që
njerin mundesh me ja kthy të mirën, Zoti ta mundesh me ja kthy të mirën, s'mundesh me ja kthy të mirën. E dyta e cekëm që e mira e njerit përfundon. E mira Allahut nuk përfundon asnjëherë. Për robin. Edhe e treta e cekëm që robi ka mundësi mu boj pavarur ndaj robit pavarësisht çfarë gjendje ka. Kurse kur s'ka mundësi mu boj pavarur prej Allahut. Çdo herë është i varur te Allahu. Çdo gjendje. Kur e ki çit pozitë ti në kashë me Zotin, atëherë falënderon për çato ushqim që ta ka dhënë, edhe për çat mirë që ta ka dhënë, edhe je modest deri kur sa ta njeh Zotin çaq që je modest. Ndaj Zotit. Sa më shumë që e njeh Zotin çaq që je modest ndaj Zotit. Çaq që je falënderues ndaj tij. Çaq që je nështrues ndaj tij. Deri kur dokët modestia, nështrimi jot edhe kur hec rrugës. Deri kur dokët modestia, nështrimi jot edhe kur hec rrugës. Edhe dallohesh mesin e njerëzve që për një me je robi sinqert i Allahut azza wa jall. Dhe që thash edhe më herët e çka moment dietart, kjo është ajo që robi ka mundësi me dhon për Zotin, me bë për Zotin, edhe pse nuk e arrin kur as përfundimin, as mesin, por vetëm është mundi i tij që mundohet me bë dhe Allahu azza wa jall s'ka dyshim se mundin edhe sinqeritetin e robit e shpërblen më shumë se sa atë që ai e bën me veprat e tij. Allah dhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.